frymëzim, absolutisht historia se cilit prej nesh i ka të gjitha emocionet brenda, i ka të gjitha ngjyrat brenda dhe mendoj që biem në një mendim të përbashkët që të paktën edhe çfarë thatë mesazhet tuaja, sidomos doktoresha që ndau, secili kur zgjedh atë që do, deri diku dhe nuk e ndjen, po themi, atë lodhjen. Po patjetër, por nëse Odeta tha që parë, ne mbi të gjitha duhet jemi njerëz, unë do të thosha që jam e bindur që ne duhet të punojmë dhe për të lënë një emër ose një gjurmë, secila prej nesh, nëse e bën me pasion do ta lëj patjetër. Dhe mua më vjen shumë keq që sot kur vjen puna për të zgjedhur profesionin, njerëzit vjen në dilemë, po çfarë të bëhem unë? Ndërsa unë besoj se ne që jemi këtu, duke folur dhe nga vetja, unë mendoj se ata që ne jemi sot janë projektuar 3 breza më përpara. I besoj shumë asaj aforizmës së bukur, që ka menduar, që kur ka menduar gjyshja që ka pasur nënën tënde në bark, apo nëna mua, apo unë pasardhësen time, sepse jo rastësisht i mund të bëhesh ajo që je. Dhe nuk ka kohë më të mendosh 18 vjeçe, Katerina, për të bërë mësuese, apo mjeke, apo çfarë, sepse nëse do të bësh diçka realisht ashtu siç duhet, i duhet kesh investuar një jetë për të bërë ai dikushi. Kjo është edhe historia ime, pak a shumë si e doktoreshës, që kur luanim shtëpiash, sepse ne jemi ai brezi 79-ës unë që luanim shtëpiash dhe unë gjithmonë i gjeja veten mësuese. Apo pastaj që definicionin edhe vulën ja vura në klasë të 5, kur mësuesja ime e gjuhës shqipe ishte modeli im i jetës. Dhe unë që në atë moment që 11 vjeçe dhe deri sot që jam 46 vjeçe, unë edhe kur eci nëpër klasë jam Leila. E kam shumë problem, mënyrën e të ecurit, mënyrën e të folurit, mënyrën e të reaguarit në situatat ndryshme, mënyrën e të veshurit, tonin e zërit. Pra, unë kam gjithmonë një imazh para vetes ime që më shfaqet si një pasqyrë e padukshme për nxënësit, që është zysha ime që ka qenë modeli jete. Pra ka të bëjë modeli ajo ku ne frymëzohemi? Si? Ka të bëjë pra modeli aty ku ne frymëzohemi? Modeli më ka... Kemi së orientim, rrugën e jetës? Shiko, edhe kjo është personale. Unë thash për modelin tim. Do me thënë, kjo ishte modeli imi jetës për të bërë ajo. Pastaj, dashuria për letërsin, dashuria për librat, pastaj kur ajo mësuesja e fillores të çonte në bibliotekën e shkollës që ti të kujdeseshe për raftet, unë sot jam bibliotekare e shkollës time dhe normalisht do me thënë unë do kujdesem edhe për shkollën, pra e gjen veten njeriu, duhet ta gjej veten, por ne do t'i kërkojmë te fillesat. Nuk mundet rastësisht unë sot jem mësuese, kjo që jam, ose mjeke, ose inxhiniere, nëse dikush tjetër nuk ka projektuar që unë të hetë rrënjët e duhura aty ku duhet. Tani sa i përket pjesës së kënaqshme, po themi, që ka secili nga profesionet, përtej lodhjes, përtej kënaqësive, po themi, në kohën apo shkëputjen, siç tha Vera, që dal nga realiteti, futem në atë botën e performancës, pastaj i kthejmë realitetit kur mbaron gjithçka. Paneli këtej kënaqet më shumë, besoj. Ju kënaqeni? Kënaqeni. O, çaj çefi që bëjmë. Po imagjino, shohim vende të reja. Apo jo, Vera? Po. Jo, e kisha në aspekt tjetër. Përfitimi, ajo pra po themi që do ta sugjeroni që bëje këtë profesion, se në fakt ja vlen edhe në këtë aspekt. Jo, unë mendoj që unë për vete profesionin tim unë e kam zgjedh dhe nuk kam pas ato që diku e kam marrë, ka sugjeru dikush. Edhe biles, tani se im detlindje e hershme, familja ime nuk ka ndasht që unë t'isha këngëtare, edhe pse kam kënduar shumë e vogël, edhe pse këndoj jam gjithë pasion, edhe pse kisha shumë dëshirë që unë të bësha këngëtare. Okej, këngëtare unë në moshën 10 vjeç kisha, dhe më thonë, idhull këngëtare të Dibrës, si që ishte Liri Rasha për shembull, që doja të bësha si ajo, por që pastaj... Unë s'kam pas as si model. Nuk kam pas as si model. Po familja, baba im ndjes, pasi shkretim, thoshte, mini mësu se je aty dhe ke parasysh. Kanë ndikim familjarët zakonisht, sa mundën. Ama unë jo, kam pas një forcë jashtëzakonshme me vërtet për të qenë këtu ku jam. Edhe kam qenë e vetme, sepse kisha edhe një shtys tjetër që unë kur kam bërë konkurset atëherës për të shkuar në shkollë të muzikës, isha dhe me biografi të keqe edhe s'mjepshin shkollën. Këtu pastaj ishte një dram tjetër. Një dram tjetër. Edhe nuk është shumë e kollaj thjesht deri këtu, megjithatë pasioni dhe dëshira për të arritur njeriu diçka, nëse ka vërtet forcë edhe dëshira e arrin. Për te fëmijëve, doktoresha, e sugjeron që të ndjekin mjekësinë nëse të pyesin të afër familjar? Kushdo që ka pasion, kushdo që dëshiron me të vërtet
dhe mendon që me të vërtet mjekësia është pasion i jetës, vetëm ata njerëz duhet të futen të mbarojnë shkollën e mjekësisë. Duhet të futen të jenë mjek. Vetëm ata, ndryshe nuk e bën dot. Nuk e bën dot? Nuk e bën dot. A keni patur kolegë që janë dorëzuar e kanë fare Po, patjetër, kemi patur. Edhe gjatë kohës, pra edhe kolegë dhe bashkëmoshatarë të mi që mbaruan, po ashtu 6 vjeçarin, zgjodhen që të bëjnë profesionin e mjekut pak më të thjesht, pra mjek shkolle, mjek familje, pa disa profesione që janë pak më të thjeshta, jo me ato vrullin e madh të punës që ka spitali. Sigurisht që varet nga dëshirat personale të gjithë secilit nga pasioni. Disa të tjerë përkushtojnë biznesi, disa të tjerë farmaceutikës, sigurisht eksperienca të ndryshme të gjithë secilit. Por jam shumë e sigurt që të gjithë ata që kishin pasion dhe erdhën bashkëmoshatarët e mi, të gjithë vazhdojnë të jenë mjek. Ndërsa sa i përket profesionit të mësuesit janë të dy anët. Të dy anët e medaljes. Sa i përket pagesës edhe lodhjes, edhe vlerësimit që sot merr që nga instancat, që nga prindrit, që nga shoqëria, që nuk e kanë si një profesion vlerësues personin që kanë përballë, unë do thosha jo. Por duke u nisur nga qëllimi që ka dhe rezultatet e fundit e kënaqësia që t'japin ata fëmijë që rriten dhe të kujtojnë dhe të kanë model, se edhe në mësuesit janë modele sot në jetë, ka mësues që realisht duhet jenë tillë, atëherë unë do të thosha po. Por ama duhet ta bëjmë zgjedhjen duke parë në mendjen tonë dhe duke u nisur nga zemra jonë. Ky është profesion që bëhet realisht me dashuri. Me zemër. Nëse s'ke dashuri për këtë profesion, më mirë mos e bëj fare. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit për paraditën e bukur që kaluam. Ju uroj shumë sukses në rrugtimin tuaj. Edhe ju dhe është një nga temat që do duhej shumë për të folur. E di, ka gjithmonë qëllon kështu. Faleminderit shumë që na ndoqët. Do jemi përsëri nesër në Shi e Shtëpie. Faleminderit.